Kryeministri Kristian Miskovski sot ka promovuar platformën e re për ndjekjen e projekteve të financuara nga qeveria, duke vlerësuar se kjo vegël paraqet një hap përpara në kulturën politike, menaxhimin modern dhe transparencën. Miskovski theksoi se platforma mundëson çdo qytetari, komune, gazetari dhe përfaqësuesi të sektorit civil që në kohë reale ta ndjekë rrjedhën e projekteve të financuar nga qeveria. Sipas tij, me këtë vendoset një kornizë e re besimi në të cilin publiku ka qasje të drejtpërdrejtë në shpenzimet e mjeteve publike. Ai theksoi se transparenca është rregull thelbësor demokratike dhe përgjigje ndaj dezinformatave, duke vlerësuar se platforma është një mesazh politik se qeveria punon ndershëm dhe në interes të qytetarëve. Miskovski potencoi se mediat marrin një vegël të fuqishme për ndjekjen e çdo faze të realizimit të projekteve. Asnjë projekt më nuk është diku atje, i fshehur në labirintet institucionale. Tani është publik, i dukshëm dhe i verifikueshëm. Kryeministri i prezantoi edhe rezultatet nga thirrjet publike për financim. Përmes thirrjes së parë janë përfshirë 288 projekte me vlerë pothuajse 4.6 miliardë denarësh. Të gjitha projektet janë nisur, për të gjitha janë nënshkruar marrëveshjet. 193 janë përfunduar, 26 janë në fazën përfundimtare dhe 89 janë në realizimin aktiv, ndërsa për 6 projekte të tjera procedura e tenderimit ka përfunduar. Ai theksoi se projektet e përfshin infrastrukturën, mjedisin jetësor, sportin, kulturën dhe arsimin, duke shtuar se kjo nënkupton shërbime më të mira dhe cilësi më të mirë të jetës. I pari i qeverisë u ndal edhe te thirrja e dytë publike e financuar përmes e kredisë hungareze, në të cilën janë përfshirë 828 projekte me vlerë prej 13.8 miliardë denarësh. Sipas tij, mbi 50 prej tyre janë përfunduar ose janë në fazë përfundimtare, ndërsa për më shumë se 500 janë nënshkruar marrëveshje.